Qeveria bën çmos që të siguroj investitorit infrastrukturën ligjore. Biznesmeni nga Kosova, Behgjet Pacolli, ka treguar për herë të parë si u përfshi në projektin e aeroportit të Vlorës, duke zbuluar se tenderi i shpallur nga qeveria shqiptare nuk ka qenë i ndershëm, por me fitues të paracaktuar. Në një intervistë për emisionin Opinion, Pacolli tha se fillimisht u njoftuar për projektin nga Valon Ademi, i cili i kërkoi ndihmë sepse nuk kishte as kapacitetet financiare, as referencat për të marrë pjesë në koncesion. Pacolli pranoi të shqyrtonte ofertën dhe ja dërgoi dokumentet kompanisë së tij në Zvicër, e cila u shprehej interesuar. Sipas Pacollit, gjithçka po ekste normalisht deri në momentin kur u kërkua një kompani ndërkombëtare që do të menaxhonte aeroportin pas ndërtimit. Ai tha se kishte kontaktuar aeroportin e Munihut, i cili u shprehi gatshëm për bashkëpunim, por më pas në skenë hyn përfaqësuesit turk. Pacolli tha se u ftua në një takim në zyrën e ministres Belinda Balluku, ku ishte edhe një biznesmen turk i ardhur sipas tij me ndërhyrje të presidencës turke. Në takim, Pacolli u ndjej i injoruar pasi ministrja fliste vetëm me përfaqësuesin turk dhe i propozoi atij të merrte pjesë në tender. Duke u ndjerë i përjashtuar, Pacolli u largua nga takimi dhe më pas kuptoi se projekti ishte i vendosur që në fillim të shkonte te pala turke. Sipas tij, ndarja e aksioneve ndryshoi disa herë, derisa u arrit marrëveshja: 58% për kompaninë e Pacollit, 40% për Turqit dhe 2% për ndërmjetësin Valon Ademi. Pacolli tha se e kuptoi se tenderi nuk ishte gare hapur, por një proces formal me fitues të paracaktuar.